Sheshi para teatrit Migjeni të ofron një kontrast të dukshëm ndërmjet dy anëve të tij. Në njërin krah ndodhet një lulishte e mirëmbajtur me ndriçim, gjelbërim dhe stola, ku çdo ditë pushojnë në shëtisën dhjetar qytetar, ndërsa pak metra më tej në krahun tjetër pamja ndryshon krejtësisht. Hapësira që duhet të ishte po ashtu e gjelbëruar ka mbetur e mbuluar me çakull, ndërsa pllaka betoni janë grumbulluar në disa vende, duke krijuar një ambient të shëmtuar e të papërshtatshëm në qendër të qytetit. Rreth një vit më parë u diskutua për një projekt rikualifikimi të kësaj pjese të sheshit, por punimet e filluara u lanë në mes. Ndërkohë qytetarët kërkojnë që hapësira të sistemohet sa më parë, në mënyrë që i gjithë sheshi para teatrit Migjeni të ketë njëjtin standard estetik dhe funksional. Banorët dhe kalimtarët thonë se është e pakuptimt që një shesh kaq i rëndësishëm pranë institucionit më të rëndësishëm kulturor të mbetet në një situatë të mjerueshme. E shef kushdo sy me pa janë, është një gjendje e shëmtuar me gjëna, kjo është qendra e Shkodrës. Kjo duhet me kenë paktën me një, çfarë më thënë, e pasi me vënë dorë dikush, që janë të na mundësit, që Bashkia e Shkodrës ka mundësi me vënë dorë këto. Pra thjesht këtu vinë turista për ditë, këtu ka një lëvizje që qendra e Shkodrës miku janë, kështu që duhet vënë dorë. Qytetarët shpresojnë që rikualifikimi i kësaj pjese të mos mbetet vetëm projekt, por të përfundojë sa më shpejt duke dhënë qendrës së Shkodrës pamjen që meriton.